këtë çështje kemi biseduar. Patjetër, por në këtë moment ka ndryshuar gjërat, pra janë një hap më shumë. Se era fundi kemi folur për këtë gjë. Koncepti i përdorur jo gjëja vetë përjashtime dhe lidhje me krimin apo me botën e krimit, më janë dukur gjithmonë gjëra që nuk kanë raport me të vërtetën, as me politikën nuk do duhet kishin. Nuk e kam besuar kur e kanë shpallur hero politik apo të burgosur politik, nuk ka qenë i tillë për bindjen time dhe për dienitë e mia, dhe nuk është edhe sot. Të paktën dienitë e mia dhe në bindjen time, plotësisht, nuk është njëri i lidhur me krimin. Kështu që kjo lloj sjellje politike nuk është e denjë, por në partinë e Berishës është e kot që të përpiqesh të bësh diskutime apo të hapësh debat. Askush atje nuk e do debatin. Prandaj aksioni i iniciuar nga Saliani nuk ka dhënë dot asnjë rezultat përveç se mbajtjes së një protagonizmi politik për të kapitali i tij politik të përdorë si doj, por nuk i ka shërbyer dot Partisë Demokratike, sepse Partia Demokratike sotme nuk e kërkon këtë shërbim. Nuk e kërkon këtë shërbim askush nga kryesia e partisë, nuk e kërkon këtë shërbim asnjë nga drejtuesit e tekëve apo kombëtar apo grupi deputetëve, nuk e duan këtë bisedë. Në tavolinë mbase në mënyrë private ti mund ta bësh këtë bisedë, të thuash që nuk ka projekt politik me Berishën dhe të mbështesin, tonë janë dakord plotësisht, por mbas kësaj nuk duan të vazhdojnë të bisedë në publik. Sa kohë partia refuzon të ketë analizë, të reflektoj, të mendoj në thelb, është e kot që të ketë dhe propozime politike brenda partisë. Sa i përket procesit dhe denoncimeve mbi procesin, të jemi ndershëm, nuk di të them për shifrat, sepse nuk kam bërë unë një verifikim apo një kërkim në këtë drejtim, por di gjithmonë, të paktën në zgjedhjet e fundit nga 2017 e mbrapa, gjithmonë kur dal Basha përballë Selamit, Basha përballë me Shej dhe Edit Argjit, dhe në të gjitha rastet kutit janë mbushur. Një nga ata që kanë mbushur ka qenë dhe Saliani vetë, po kjo është çështje tjetër. Si ishte kjo? Si ishte kjo? Edhe vetë Saliani ka mbushur kutit? Një nga ata që kanë mbushur kutit. Po patjetër ka tentuar të prish takime e tjera. Pra, nuk mund të ndahesh nga e keqja kur ke kontribuar për keqja. Bardh. Po, karma kthehet mbrapsht, si bumerangu, që ti e hedh, ai rrotullohet, duket si e lik helikopteri, po ai kthehet dhe të bie ballit. Megjithatë nuk e kam ke personin fjalë, ai është një nga ata, po zoti Paloka ka deklaruar që ka mbushur kutit për Lulzim Bashën, e ka deklaruar vetë. Domethënë nuk kam çfarë shtoj unë në këtë pikë, domethënë. Ish nën kryetar të tjerë kanë bërë të njëjtën gjë. Dhe këto janë sjellje të njohura në një farë mënyrë. Okej. Çfarë ndodh tani? Çfarë ndodh tani ose më saktë, Saliani mendon që ka më vend, ja vlen të merret më me këtë linjë apo më mirë krijon një forcë tjetër politike dhe të vijoj në linjën e tij? Duke parë gjithë këto zhvillime. Preferoj mos jap këshilla politike për askënd. Më mjafton nuk e ke bërë asnjëherë këtë Bardh, e kam vlerësuar këtë gjë, po pyetja ime duhet bërë. Unë e dija shumë mirë, se disa herë që kam pyetur këtë gjë. Unë e fare drejt. Ajo që unë mendoj që duhet bërë në Partinë Demokratike për te emrave të përveçëm është të presin, pra, nëse do të ketë një moment që ata që drejtojnë Partinë Demokratike do kenë apo një moment reflektimi, një moment, si thua, që të thonë mjaft më në fund, ajo që thuhet enough is enough.